unë kam qenë denoncues deri dje dhe kam qenë denoncues tipik mbase. Me kalimin e kohës e para kam pa që nuk kam dritë asgjë me këtë gjë. Por, dhe kjo mendoj që me të vërtet mund të japi një dorë për të përmirësuar gjën, është që të kalosh stadin e denoncuesit, të bëhesh vlerësues, arsyetues deri të dalësh në alternativa. Unë kam ideal që është tashmë 7 vjeç muaj, kam vurë re diçka. Mundohem të jem prezent, mundohem të jem prindi i mirë, i përgjegjshëm, i devotë, gjitha me radhë, por hasemi me sfida të jashtëzakonshme. Domethënë, një sekond të mos e kesh mendjen, realiteti përreth, mjediset, teknologjia janë gati të ta marrin. Fëmia që ti e konsideron tëndin, nuk është më joti, boll që ti ta lesh pak në gjën e vet, sepse ka aq shumë sulme nga mjedisi përreth dhe ajo çfarë shfaqet dhe ç'ajo ofrohet, që është ushqimi në fund ditës. Atë që do hash, ashtu do bëhet. Mendja jote nuk është gjë tjetër, thjesht rezultati i ushqimit që merr. Mund të shkasin në çdo moment. Fillimi instinkti im ishte jo. Këtë jo, kjo s'bëhet, kjo s'duhet, kjo s'është kështu, nuk bëhet kështu. Shikoja, okay, moment parë reagone, leo aty, pastaj tendencën e ka prapë ta marrë etj. Derisa kuptova që po nuk i the çfarë po, pra, dakord se kjo është jo. Po nuk i dhe pon për diçka tjetër, nuk ke arritur të realizosh absolutisht asgjë. Thjesht ke frenuar për një moment ecurinë e një diçkaje, ke futur pluhurin poshtë tapetit dhe kaq. E vetmja mënyrë që ti të mund të ndikosh në afat mesëm dhe në afat gjatë është që të japësh pon. Pra, duke filluar që nga një fëmijë i vogël, mendoj një rritur, sa të rëndësishme ka alternativën.